Roert Toçe, një aktor shumë i dashur për publikun, i njohur për talentin, djeshmërinë dhe përkushtimin e tij ndaj artit skenik dhe kinematografik. I diplomuar në Universitetin e Arteve, Roert ka ndërtuar një karrierë të pasur dhe të larmishme, jashtë faqe teatrale, ku ka interpretuar karaktere të larmishme apo ikon si Sherlock Holmes, Romeo e shumë drama të thella të skenës, deri tek rolet në film dhe televizion që i kanë bërë emër në çdo shtëpi. Ai u prezantua publikut dhe me serialin e njohur Snob. Roli i Gentit mbajti shikuesit në ankth dhe emocion. Në kinema Roert ka qenë pjesë e kastit të shumë filmave. Një prej tyre ishte filmi Në kuadër të dashurisë në rolin e Klejdit dhe shumë projekte të tjera të përziera me emocione dhe nuanca të forta humanizmi. Ai ka ndar hapur jo vetëm sukseset, por dhe sfidat e profesionit, duke theksuar se aktrimi shpesh është një rrugë e vështirë, ku lodhja fizike dhe emocionale janë pjesë e përditshme, e ku vlerësimi për aktorët në vend shpesh mbetet në nivelin që ata meritojnë. Por Roert Toçe nuk është vetëm një artist. Ai është bashkëshort dhe baba i një vajze të mrekullueshme, Anastasia, një rol që siç ai ka rrëfyer me emocion, i ka ndryshuar jetën dhe e ka bërë më të durueshëm, më të kujdesshëm dhe më të lidhur me ndjenjat më të thella të jetës. Për Roertin, roli i aktorit dhe ai i babait nuk janë dy botë të ndara. Të dyja kërkojnë të njëjtin shpirt, të njëjtën ndjeshmëri dhe të njëjtin kapërcim të kufive personal për të dhënë më të mirën e vet. Roert Toçe, mirë se erdhe, kënaqësi që të kam këtu në studion time. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit për ftesën. Edhe po shihja me thënë të drejtën këtë kartolinë ka ishte bukur dhe interesante dhe padyshim në të gjithën këtë, ajo sigurisht që më ngacmoi dhe ishte me të vërtetë për të qeshur paksa dhe për ta përjetuar ndryshe sportiviteti me cilin kishe realizuar fotot gjatë shtatzanisë bashkëshortes tënde në pritjet Anastasias, që siç edhe e tham, është Bashkëshortja ime është pjesë e artit, është po, e kam dëgjuar, e njohur në teatri Metropol. Bashkë edhe është ajo personi i parë që ka qejf të bëjë këto gjërat sportive apo gjërat fani, siç i themi, domethënë shakatore që të jenë një kujtim dhe për të ardhmen. Ishte me të vërtetë diçka shumë e bukur. Në fakt, ti siç edhe e pam në insert, tashmë ke pjesëmarrje të shumta në teatr, në film, në eksperiencat i ke patur, rolet janë shumë insert i bukur, më falë se mos. Po, kur dëgjojmë në herë ato gjërat që kemi bërë vetë, themi prit se kam qenë edhe këtu. Mirë është që ti përmbledhësh gjitha, është një përjetim që e kanë shpesh. Komplimente për insertin, shumë, domethënë fjalë shumë bukura për personin tim. Në gjithë atë që ti shikon aty, në rrugtimin tënd dhe në pasionin tënd për teatrin, për kinematografin, për skenën, mendoj që ke bërë zgjedhjen e duhur, Roert, në atë që ti ke kërkuar për veten. Në bazë të ëndrës, që jemi besoj se çdo djalosh i ri që ka një ëndër për të bërë aktor në të ardhmen apo për të ndjekur rrugën e artit, në bazë të ëndrës besoj se po, është rruga e dur dhe ajo ëndra vazhdon e rritet çdo ditë më shumë me çdo shfaqje time apo me çdo sfidë roli i ardhshëm që më paraqitet apo më vjet përpara. Është një rrugtim i cili ka patur sfida, apo në përgjithësi mund ta konsiderosh veten me fat për mënyrën se si t'janë ofruar rolet dhe mundësitë? Unë fati nuk e heq kur nga shpatullat e mia. Sfida duhet ketë se s'bën, se përndryshe pastaj nuk është ajo konkurenca, ky treg i vogël që ne jemi, është ajo konkurenca e mirë që duhet jetë se s'bën, apo ai inati i mirë në thonjza për të qenë gjithmonë pjesë e tregut në thonjza, apo pjesë e skenës, e shfaqjeve teatrale, apo dhe filmave. Sfida ka pasur plotë, besoj duhet ketë edhe më të mëdha se kaq. Ky është vetëm fillimi pra. Besoj se po. Në të gjitha këto përjetime, në këto role që dëgjove, që nga Romeo, Sherlock Holmes, Shakespeare, autor më bashkohor, për shkuar deri dhe tek filmi Snob, seriali Snob, që me të vërtetë ishte një serial që mua merrti pak keq, të them të drejtën që nuk vazhdoi më, sepse prisja shumë dhe doja shumë për mënyrën dhe intensitetin me të cilin u krijuan të gjitha ato dramat mes trimëve në atë serial që të shkonte, por më tepër pyetjen e kam për ty, në të gjithë këto qasje, në gjithë këto role, në gjithë këto sfida, ti vetë
ku e shikon veten të lidhur më shumë? Shiko, unë them që një aktor i mirë, sidomos në Shqipëri, jashtë ndoshta dhe kategorizohen, po këtu në Shqipëri të paktën ka një fat aktori që duhet i bëj të gjitha, dhe duhet i bëj mirë të gjitha, se përndryshe vetë publikut s'karton, ose vetë publikut pastaj të njollos me një dëmk që ti nuk e qef të quash ashtu. Po besoj se një aktor i mirë në Shqipëri duhet i bëj të gjitha, por shkolla apo zanafilla ku një aktor duhet të rikthehet është gjithmonë skena, është gjithmonë teatri. Unë jam gjithmonë përmes teatrit dhe filmit që janë dy arsyeja pse unë jam futur këtij profesioni, është teatri rreth parë dhe filmi i dyti, por secila ka emocionet e veta, ka magjinë e vet, themi. E ke ditur gjithmonë që duhet bëhesh aktor? Kush ka shtyr drejt kësaj rruge? Jo. Gjithmonë nuk e kam ditur. Unë kam pas fatin që prindrit e mi i mat dhe xhaxha im, Vangjel Toçe, është aktor. Patjetër. Kanë qenë në teatr kombëtar dhe unë kam pas fatin që të prisja timet të dilte nga puna 3 vjeç, 4 vjeç në sallat e teatrit dhe që atëherë gjithmonë shifja shfaqje me një edhe aktorët vet, duke mos përmendur edhe emra, po edhe aktorë që janë dhe sot në teatrin kombëtar, me një shkëlqim në sy për të bërë shfaqje me pak ata bënin shumë. Me thënë unë po kujtoj tani, kam parë Pjatën prej Druri me Suleman Pitarkën, kam qenë shfaqje e jashtëzakonshme kam parë dhe unë. Unë kam qenë fëmijë dhe kam qenë tek dritat lart. E them lart sikur ashtu, po kam qenë te dritat, sepse nuk ka pas vend në sallë dhe babi më tha do të rish te dritat, do të rish. Po. Dhe unë Suleman Pitarkës kam qenë i vogël sa që i kam thënë gjyshi. Më thënë i thrisja gjyshi, vetëm se me idenë që aq shumë preku ai roli i tij. Të flasësh për Suleman Pitarkën është një nga kollosat e Shqipërisë, është një ikon që nuk preket. Po atmosfera që krijojnë teatri kombëtar, jo vetëm tek Pjata prej Druri, por në përshfaqjet e ndryshme edhe të xhaxhait tim. Mbaj mend kam parë gati të gjitha të xhaxhës, edhe gjithmonë ka qenë një emocion që në kohët e sotme unë po e shoh tek brezi im, tek brezat pak më para se unë ose edhe pak më pas se unë, sikur po shterohet në sensin monetar. Normale që profesioni duhet paguhet, normale që profesioni në Shqipëri nuk paguhet, por ama kur del sken dhe merr një profesion përsipër, ajo është e shenjtë. Ajo është ajo ëndra që ti ke bërë pakt me veten tënde që do ta bësh mirë. E mban mend atë momentin kur ti këtë lloj ëndre që e përjetove si fëmijë aty pas kuintave tek dritat dhe e arritet të jetosh si një aktor në sken profesionist? E mbaj mend. Ti e the tani dhe mua më pëlqet mishi. Ka qenë një moment dhe e bukur është që unë kam përjetuar jo pas kuintave, sepse jo pas skene, sepse kur je pas skene ke emocionin të futesh, të bësh rolin e saktë, kesh gjitha pantelikën e rolit, siç i themi ne, apo të kesh gjitha rrethanat e qarta në kokën tënde. Në skenë, në një moment ishte 1 milisekond që tu duk si një përjetësi, nuk e di nëse aktorët e tjerë kanë përjetuar këtë gjë, po unë dëgjova zhurmën e projektorëve. Dhe themrat e mia ranë në tokë. Unë isha kisha qenë gjithkohës me maja, sepse kam qenë aq në siklet apo aq në emocion, sa që më ishin skuqur dhe veshur kështu. Edhe në një moment dëgjova zhurmat e projektorëve që kanë atë në teatrin e Metropolit, ku është shtëpia ime e dytë, ka akoma erë teatr të vjetër. Dhe bënte një në vesh, dhe unë tak rash në tokë, dhe unë ndjeva shumë i lehtësuar dhe kuptova që unë tani jam këtu për atë që kam gjithë jetën, kam ndërruar t'jem, kur shifja aktorën s'ken tosha unë duhet jem atje, jo këtu duke i parë. Edhe tani shifja publikun në shumicë, shifja publikun që po më shifte mua dhe unë isha shumë rehat aty ku isha. Okej, unë bëj apo s'bëj, ky do t'jetë vendi im. E vendos publiku pastaj. Nëse babai jot me cilin ti ke patur një lidhje shumë të fortë dhe sigurisht humbja e tij e parakoshme dhe tragjike, po padyshim me një gest jashtëzakonshëm, do të ishte sot duke të parë. Çfarë do të vlerësonte më shumë tek ti si aktor, si njerëz, si personalitet? Babi ka pas një kokëfortësi apo një virtyt
them drejtën që nuk nënshtroj. Nuk nënshtroj për gjërat që ishin pa drejta. Sensin e guximit ose sensin e të marrit përsipër që unë besoj se kjo është e drejta dhe unë me këtë do luftoj. Kjo është një gjë që ne kanë transmetuar neve si fëmijët e vet, të dyve me mua dhe motrës time, sensin e drejtësisë. Unë gjithmonë nuk bëj kompromise kur vjen puna te drejtësia, kam bërë kompromise në jetë, edhe në profesion, normale, por kur vjen puna që më duket diçka që i bien hak dikujt, apo po bëj diçka që nuk është në bazë të atyre gjërave që unë ndjej veten krenar, unë vendos të mos ta ul kokën, mos të ndjehemi nënshtruar dhe të flas për atë gjë. Gjithmonë. Në gjithë të role që ke rukëtuar, kush është ai që ti e ke ndjerë më shumë pranë vetes dhe me të vërtetë e ke shijuar? Kam dëgjuar që Shakespeare-in e ke të preferuarin tënd. Shakespeare është klasik, sigurisht. Është i pa kohë, jashtëzakonshëm në mesazhet e veta. Kur themi për teatr ose për të del vetë emri, domethënë, del ajo foto e Shakespeare-it, kur sa themi dramë ose tragjedi apo teatr, është Shakespeare, William Shakespeare është një autor më të mëdhenj gjitha kohërave. Nuk po them edhe Chekhov, edhe Kap, domethënë janë disa, janë plot. Një nga rolet e mia preferuar është them drejtën, është një nga rolet e mia të para në skenë. Ditariana Frank është Peteri. Por u bë i preferuar prej gjithë, jo vetëm prej që ishte shkruar mirë, po prej gjithë kastit, prej gjithë atmosferës që u krijuan kast, prej gjithë cilësive që ai rol e bënte Roerdin të ndiej mirë. E bënte Roerdin të ndiej i plotësuar dhe gjithë grupi, aktorët që ishin brenda, bën një atmosferë shumë të mirë dhe është një shfaqje që ty të ka shënjuar, të ka ngelur tek vetja jote. Është shijuar si shfaqje që ka dalë shfaqje e mirë. Ndihesh me fat kur të ofrojnë një rol, apo e kërkon atë, në aspektin që përpiqesh që të kesh audicionet e tua, apo si është marrëdhënia jote në raport me Unë ndihem shumë me fat kur më japin një rol, ndihem shumë me fat kur më thrasin në një intervistë, ndihem shumë me fat kur më marrin për një audicion, pastaj është në varësi të mundësive që unë jam apo s'jam dot. Është si të më thuash për shembull kam një audicion. Ka ndodhur refuzime? Nga ana ime? Jo, flas nga ana e regjisorëve që kanë marrë dhe nuk të. Po. Kjo gjë nuk të shqetëson, është një milestone për të ecur, Shiko, kur ti i vetëdijshëm që ke bërë një shfaqje më përpara apo kur je në treg, unë nuk mendoj se në Shqipëri ka siç thuhet zakonisht aktor shumë të dobët dhe aktor shumë të mirë edhe unë besoj që ka me të vërtet aktor që që e duan këtë profesion dhe ka aktor që nuk e duan këtë profesion. Dhe kur vjen puna për audicionet, regjizori ka parë një imazh dhe shfaqja e tij është fëmia vet. Dhe nëse imazhi im nuk i përshtatet, unë i them troç edhe nëse ai është miku im, që mund të kem punuar disa projekte me të, i them që qofse unë nuk jam atje, mos e prish. Dhe kjo është me të vërtetë mënyra më e mirë për të qenë me këmbë në tokë edhe për të përjetuar. Shqetësohesh kur duhet të bashkëpunosh me Joanën në një shfaqje apo jo? Jo. E keni të kaluar këtë? Nuk shqetësohem për sensin sepse e di se sa punon ajo. Është një nga ato personat që e duan këtë profesion. Jeni njohur në Teatrin e Metropolit? Jemi njohur në akademi dhe pastaj jemi... Okej, dakor. Jemi bashkuar në të ardhmen. Le ta themi, roli jot më i bukur dhe më i rëndësishëm është ai të qenit babi Anastasios? Është gjithmonë roli më i bukur dhe besoj do jetë tërë jetën. Është një rol që nuk s'do shteroj kurrë. Po dëgjoja që parë... Kishim pak më parë një temë të rëndësishme sa duhet të... Po e pyesja vajzat. Përfshihen. Po pyesja vajzën mbrapa i thash, "Por çfarë do flasim ne këtu? Se mos flasim vetëm te nëna, mos futem te ky grupi këtu." Sepse unë merrem shumë me vajzën, them drejtën. Ja lehtëson pra jetën Joanës, i përpiqesh ta mbështesësh. Atë vendos Joana ta thotë, unë nuk e di, po unë përpiqem shumë të merrem me të. Dua të jem
pjesë e saj, ndoshta ndonjëherë jam dhe mbytës tek vajza, vajza është 1 vjeç e gjys. Edhe unë dua të luaj gjithkohës me mua. Por kur vjen puna tek këto që janë bazike, si themi këto, do ushqimi, të që fëmijët janë me naze me unë kam një stres, domethënë që sikur do ndodhi diçka. Joana e bën shumë thjesht. Po, sikur do mbytet. Dhe këtë doja të thoja për gjitha nënat shqiptare që janë janë më të panikuar, meshkujt në përgjithësi në këtë realitet. Mos e prek vajzën, mos e ço vajzën, mos e. Si ta them, unë e lën trotuarët e kështu, e lë të eci vetëm dhe unë eci para dhe ajo më ndjek, kupton? Dhe ti sapo bëre një shikim tani që Johana është i përditshëm. Okej, kjo është shumë e rrezikshme. Dhe unë e lë. E kupton, e lë që të vi deri te unë. Dhe e kam krijuar të besimin që baba thret edhe vjen. Kurse Johana për shembull këtë e ka si kjo është rrezikshme, kjo nuk do bëhet më. Është rrezikshme sepse është tepër e vogël për të kuptuar rrezikun. Kur nuk është mami ne e bëjmë. Kur është mami nuk ka lojra të tilla. Kur është mami nuk kemi të lojrat, por në këto gjërat nënat shqiptare janë, domethënë Johana është e mrekullueshme në këto në aspektet e gjërave të bëj gjërat që un kam ankth i bën më thjesht se mua. Dhe kjo është gjë më e mirë e mundshme. Në këtë momentin që je edhe prind, je edhe e ndjen pak përgjegjësinë që duhet vi me pjesën e profesionit, tjetë pak më parë ceki që sigurisht roli i aktorit nuk është aq i vlerësuar dhe është me të vërtet i bukur shumë, por do të donim të ishte si në botë. Ti e ndjen këtë presionin? Presioni është i madh. Ne bëjmë me veten tonë bëjmë sa kompromise që bashkë me Joanën, që unë, si më thënë, kur Joana ishte shtatzan, ne filluam të punonim për këtë. Domethënë unë nuk kam thënë para se Joana ngelte shtatzan, si ta them më troç është, unë nuk kam thënë asnjëherë jo për asgjë. E kuptoj. Derisa momenti që lindi fëmia që ti shtroja një rrugë të mirë vetes dhe Joanës dhe fëmijës që pse jo Joana dhe të punonte pak më vonë, të mos rrinte gjithmonë si ato të mbyllura në shtëpi edhe duhet të rinë në shtëpi të kujdesen për fëmijën. Diçka me cilën po merresh aktualisht? Për momentin kam një shfaqje në plan, që e kemi për ta nxjerrë në të ardhmen, e shpejt, nuk kam një datë që nuk ta them dot, po jeni ende në proces njohje. E kuptova. Kam një shfaqje, më thanë për një film metrazh shkurtër para se të vija këtu. Super. Janë këto publicitetet e vogla që janë këto projektet e vogla që ne i kemi që janë të shpejta derisa të vijë madhja. Më e madhe. Dhe me shpresën që roli radhës të jetë ai më i miri im. Sigurisht, gjithmonë. Për një aktor është ajo një tjetër, po themi gur, themeli që duhet vënë në karrierën e tij. Ishte kënaqësi që të kisha këtu. Kënaqësi edhe për mua. Ma put vajzën. Edhe vit të mbarë dhe suksese. Vit të mbarë dhe gëzuar dhe juve dhe më shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Përfundojmë këtu sot me çasti i dur, duke falenderuar edhe Sergio Ajdinin, si gjithmonë, dhe gjithë stafin tim. Takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.